Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ta fillojmë me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Mirë se vini, vëllezër besimtar të ndershëm, motra besimtare të ndershme, në ligjëratën e radhës, ligjërata 10, sipas programit ton gjatë këtij muaji të Ramazanit të bekuar. Sonte edhe në program është në listë etika dhe rëndësia e moralit të mirë në Islam. Pasi që bram e patëm ligjëratën për të dashurin ton, Muhammedin alayhi salatu wassalam, shëmbëltyrën e njerëzisë, e sonte inshallah si vazhdim i asaj ta shohim se çfarë rëndësie ka morali, etika në Islam. Çka kanë folë dietarët për moralin dhe etikën. Kjo tematik, vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, është tejet e madhe, tematik e gjanë dhe thellë. Mirë po sonte deshtëm me bon një ndryshim të prezantimit të Islamit, metodën e prezantimit të bukurive kuranore, metodën e prezantimit të bukurive profetike, me ndryshu pak dhe mënyrën se si ta paraqesim këtë bukuri të fesë islame në radhë të parë për veten tonë, pastaj dhe për tjetër kënd. Po fillojmë me urën Allahu xhalla shanuhu. Në pika të shkurtëra do të njihemi me disa burra reformator, dietar, të cilët janë të njohur në shkencën e moralit dhe të etikës islame. Do të njihemi me në libri Kodi Etik në Kur'an dhe përmbajtja e tij, pjesët përbërëse të kodit etik, sistemit etik në Kur'an, sa pjesë ka brenda, çka janë detajet, burimet obligative të kodit etik, detalet e kodit etik individual, urdhëresat, ndalesat, parimet e lejuara, lejuara për emergjencë e kështu me radhë. Tani në vijim do ta shohim inshallah se si funksionon ky sistem të dinin islam. Çka kërkoj prej jush dhe prej vetes sime, gjithmonë ta mbajmë përmend këtë sistem, këtë grafik, këtë fotografi të dinit islam. Kur flasim për dinin islam, gjithmonë ta kemi parasysh se kemi të bëjmë me 7 sisteme. Sistemi i besimit fundamental, sistemi moral dhe etik, sistemi familjar, sistemi social, sistemi ekonomik, sistemi politik dhe sistemi i vakufeve. Këto 7 sisteme janë të përmendura në Kur'an detajisht. Dhe kështu funksionon Islami, kështu funksionon shpirti i dinit islam. Islamin kështu duhet me marë pjesë përbërëse që nuk pranon ndarje. Çka po prezantohet në mediat, në perëndim, në lindje, nga kundërshtarët e dinit islam, ajo është një islam i cunguar, një islam i hendikepuar, një islam jo i cili ka zbritur nga Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj kur flasim për islamin, e kemi sistemin besimit akaidologjik, ku në për universitete një semestër të plot, 15 javë,
me studenta e mbarojmë sistemin akademik pika të shkurtëra. Pastaj vijon sistemi moral dhe etik 15 javë, një semestër të plot. E kështu me radhë. E sonte patëm dëshirë pak me jetu si në universitet, çka shpjegojmë na atje në botën arabe, islame, në Katar, në Arabinë Saudite, në Malezi, në Brunei e në vende tjera, patëm dëshirë që sot pak diversitetin dhe ndryshimin e prezentimit të bukurisë islame ta jetoj me juve së bashku. Prandaj ma në men, shqipni këta pjesë të kerit, këta e përforcën njëri tjetrin, këta i japin forcë njëri tjetrit për të qenë makina në rregull dhe për të shërbyer njeriu. Kur është sistemi i besimit i fortë të njeriu, ky sistem me njerë ndikon pozitivisht në sistemin moral. E shef njeriu më të kujdesshëm, më të moralshëm, e shef njeriu më aktiv, më pozitiv. Ky sistem, kur është në rregull, e shef njeriu më i kujdesshëm ndaj familjes, e shef më të kujdesshëm ndaj fëmijëve, pse e ka frikën e Zotit xhaleshanuhu, e ka frikën e Allahut xhaleshanuhu, dhe kjo reflekton pozitivisht që ai të jetë i kujdesshëm ndaj familjes. Po në sistemin social, kur është sistemi ideologjik ashtu si duhet, kjo ndikon pozitivisht edhe te sistemi social, e sheh atë person nuk priton mi ndihmu komunitetit, nuk ndihmon mi ndihmu vllaut e tij, nuk priton mi ndihmu atij skamnorit, nuk priton mi ndihmu atij cili ka nevojë, pse? E ka bazën, rënjen. E në këtë formë me kuptua dhe në këtë formë e prezentua na sot islamin vëllezërve tanë, sidomos këtu në Perëndim. Ata kanë nevojë për një islam akademik, për një islam modern, me teknologji të prezentohet bukuria e Kur'anit, bukuria e Sunetit, bukuria e fesë islame. Po kalojmë tani në detaje në pjesën e parë, kur flasim për sistemin etik dhe moral, atëherë këtu kemi të bëjmë me urdhresat, kemi të bëjmë me ndalesat, parimet lejuara, parimet të lejuara për emergjencë. Dhe me thonë morali njeriut ka parime, ka rregullore, ka gjëra të lejuara, ka gjëra të ndaluara, ka gjëra të lejuara vetëm në raste emergjence. Na sot o vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, besimtarë të ndershëm, kem nevojë sot për një revolucion të heshtur, moral, etik. Sot kriza që ka kapluar botën islame dhe kriza që ka kapluar muslimanin është kriza e moralit. Muslimani emrin Ahmed, Mohammed, Abdullah, Hasan, por nuk është pasqyrë e mirë e fesë islame. Nuk është ambasador i mirë i fesë islame, dhe se popujt tjerë, komunitetet tjera, marrin shembull nga ky njeri. Kjo është një problem shumë serioz që sot na po ballafaqohemi, prandaj është koha për një revolucion të heshtur moral. Nuk kemi nevojë shumë me fol, po kemi nevojë me punua dhe me veprua. Të bëhemi burra të mirë, të bëhemi motra të ndershme, besimtare të ndershme. Le të flet sjellja jote, le të flet veshja jote, le të flet qetësia jote, morali yt. Prandaj kemi nevojë për një revolucion të heshtur që buron nga zemra, brendia zemrës së muslimanit, që reflektohet pozitivisht në sjelljet e tij me të tjerët. Buzëqeshja ime me juve, buzëqeshja e juaj me vllaun tënd, kjo reflekton nga zemra. Kjo tregon se ti je duke jetuar në paqe, ti je duke jetuar në rahati, në harmoni, dhe po mundohesh tani këtë harmoni, këtë paqe me reflektu mja dhënë dikujt tjetër. Na kemi shumë nevojë për këtë revolucion. Ky dietar i madh nga Egjipti
quhet profesor doktor Abdullah Darraz, rahmeti pas shpirti, e ka marrë librin doktoraturën e tij në Universitetin e Sorbonit të Francës me notën më të madhe kur ka folë për kodi etik në Kur'an. Sa që të gjithë francezët në Paris kanë ngelur pa tekst se si ky burr ka qenë i aftë me prezentua sistemin islam në librin e tij. Prandaj libri i tij është përkthyer në shumë gjuhë, po mjerisht në gjuhën shqipe nuk është përkthyer, e duhet të angazhohemi me përkthyje këtë libër që me qenë bukuri dhe me qenë sistem edhe për popull tjerë. Ndërsa në gjuhën franceze, po është dhe është botuar, në gjuhën arabe është përkthyer, ndërsa në gjuhën shqipe nuk jam i informuar a është përkthyer, edhe gjermanisht nuk jam i informuar a është përkthyer ky libër. Shumë është një libër me rëndësi të madhe. Ky libër mësohet nëpër universitete dhe prezantohet në këtë formë që po ju prezantoj unë juve sot. Doktor Abdullah Darazi, kur ka ardhur në librin e tij Te morali, ka folë për qëndrimin e dietarëve perëndimor dhe burimet e tyre shkencore greke. Perëndimi këtu bazohen në burimet greke, bazohen në burimet romake, për mi përpilu ligjet e tyre, sistemet e tyre. Mirë po, burimet kuranore, fetare, nuk e kanë pas zakon. Ky dietar i madh, kur ka ardhur me këtë temë doktoraturës, ka bë me dije që burimet greke dhe burimet romake në përpilimin e kodeve, ligjeve njerëzore për lloj-lloj shteti në botë nuk janë të mjaftueshme, duhet të huazoni edhe me burimet islame. Prandaj e ka fut edhe burimin islam, ka folë për përgjegjësinë, obligimin, shpërblimin dhe kodi etikës në Kur'an. Kjo është reforma shtojca e këtij dietarit të madh, që sot perëndimi janë bazuar në burimet greke dhe perëndimore dhe romake, kur i kanë përpilu ligjet e tyre. Edhe shtetet e ndryshme të Arabisë, Egjipti, e tjera kanë marrë nga burimet të ndryshme romake, greke, zvicerane, kur i kanë përpilu ligjet dhe kushtetutat e tyre. Kur ka folë rahmeti pas shpirti doktori, profesori Abdullah Darraz, etika individuale, morale ndahet në këtë mënyrë. Kemi të bëjmë me urdhresat, kemi ndalesat, kemi të lejuara absolute, Kurani ka lejuar ata, dhe kemi të lejuara në rast të nevoje për emergjencë. Tani të bëjmë me etikën, me moralin, me edukatën, çka është mirë, çka është keq, çka lejohet në raste emergjente dhe çka nuk lejohet. Pastaj ka folë për etikën individuale të urdhresat. E para ishte, mos t'i harrojmë, ishte ndalesat. E para ishte ndalesat. E pastaj i kemi urdhresat. I kemi etikën të urdhresat, kemi ndalesat të lejuara. E tani ka folë rahmeti pas shpirti etikën familjare. Kur ka biseda etikës familjare, ka të bëj etika ndaj prindërve, etika bashkëqortore burrit dhe gruas, etika ndaj të afërmive dhe etika e trashëgimisë. Detaret kështu kuptohet morali dhe etika. Ndaj prindërve si mos sjell, brenda në familje me fëmijë, unë po vdes, pasuria ime te kush shkon, kush ka të drejtë me trashëgue, edhe afërmit e mi, çfarë obligime kanë ndaj të afërmive të mi. Pastaj, kalëm pjesën tjetër, etikën sociale. Feja islame ka ardhur me na mësu neve, o vëllezër të ndershëm, se si të sillemi edhe me komunitetin. Prandaj komunitetin ku jetojmë na, kemi urdhresa, kemi ndalesa, kemi edhe ligje edukative të përgjithshme. Sistem. Për këtë arsye e kam përzgjedhur përdorimin e fjalës sistem, se kjo fjalë është fjalë moderne dhe e tregon rëndësinë e kësaj teme. Pas kësaj, çka me rëndësi te etika e shtetit. Kur ka folë edhe për shtetin në islam dhe qeveria në islam,
kemi marrëdhënie të obligime të drejtat reciproke, kryetari, populli me kryetarin, po kemi edhe marrëdhënie ndërkombëtare të jashtme. Prandaj, shifni o vllazën, edukimi shpirtit, edukim për familje, edukim për komunitet, marrëdhënie dhe lidhje me shtetin dhe marrëdhënie ndërkombëtare se si të sillet muslimani. Shifni çfarë bukuri na ka sjellë Allahu xhaleshano me këtë Kur'an. Tani po kalojmë në pika burimet obligative të kodit etik, janë dy: sistemet perëndimore o forca, ligji, po ligjet njerëzore gjatë historisë, edhe në kohën moderne, pa ligj obligativ nuk arrihet paqja dhe siguria. Kështu funksionon tani në për shumicën e vendeve. Dhe burimi tjetër është forca hyjnore, shpirtërore, e fesë islame, e cila njerëzit, muslimanët, duke u bazuar në fe, ndërgjegjja e tyre, friga e tyre prej Allahut ishtin ata që mos i shkelin këto ligje. Prandaj, për dikon bën punë ligji, forca, ai nuk e din tutën e Allahut, ai e din tutën e njeriut, nuk frigohet nga Allahu, po frigohet nga ligji, frigohet nga radari, dhe ligji duhet të vendoset. Ligji duhet të praktikohet dhe ligji duhet të funksionon dhe kush e thën ligjin duhet të ndeshkohet. Po tani fjala bëhet për muslimanin, forcën hyjnore, shpirtërore, po muslimani duhet me pas etikën e tij, por mos me thy ligjet, me qenë i sjellshëm, me qenë i kujdesshëm gjatë drejtimit veturës, mos ta çoj shpejtësinë ku nuk lejohet shpejtësia, të respektoj ligjet, kufit e shpejtësisë, të jetë i sjellshëm me të gjitha komunitetin, vëllezërit, studentët, familjen, fëmijët. Po nëse ndonjë musliman nuk e respekton këtë, e haron Allahun, e haron pejgamberin, e haron përgjegjësinë, atëherë për ato vlen ligji njerëzor dhe ai edukohet me ligj. Prandaj nuk kemi kundërshtim mes këtyre dy forcave dhe burimeve. Në këtë çështje tani burimet fetare çka janë, po të moralit, ka na i marrin burimet tona fetare për me qenë të moralshëm dhe me qenë me etikë të shëndosh. Na i kemi burimet tona ku bazohemi. I kemi Kur'anin, e kemi Sunetin, e kemi konsensusin, mendimin kompakt të dietarëve, kur mungon diçka në Kur'an dhe në Sunet, të bëhen dietarët me seminare të ndryshme dhe bin vendime a bën kjo punë të veprohet apo nuk bën. Po kemi edhe burimin analogjinë islame. Kjo është temë kryen veti. Do thot ka i marrim në burimet kur themi bën, s'bën, lejohet, nuk lejohet, ka këta fjalë, ka na erdhën pi Kur'anit, prej Sunetit, prej studimit të dietarëve, po edhe prej analogjisë islame. Kur mungon argumenti në Kur'an, mungon në Sunet, mungon këtë dietar, atëherë bëhet analogjia, krahasimi i problemeve, i gabimeve, i krimeve, dhe këtu lidhje pastaj ligji i ri. Këto janë burimet dhe rëndësisë të etikës islame. Pas kësaj çka duhet të dimë na, o vëllezër të ndershëm, a duhet na me punu me Kur'an, a duhet me punu na me Sunet? Fjala është për muslimanët, pa dyshim se po. Dhe Allahu xhaleshanu në Kur'an në shumë ajete duke thënë për Zotin tënd, ata nuk janë besimtar të Kur'anit që të ka zbrit tyje, as të asaj para teje, derisa ata mos zgjedhin tyje për të gjykuar në atë konflikt. Sa herë që kemi konflikte mos pajtime, duhet të referohemi Kur'anit madhështor, duhet të referohemi pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe aty të marrim vendimin. Dhe zemrat tona duhet të jenë të qeta, të pajtuara me vendimin e Allahut xhaleshanu dhe nuk guxojmë na mos me ndi pa kënaqësi. Nëse gjykimi i Kuranit është kundër meje, nëse Suneti i pejgamberit, ligji del kundër meje, unë do të pajtohem dhe asesi nuk guxoj të hidhrohem apo ta prishi zemrën. Muslimani duhet ta vendosë veten e tij para peshorës e Kur'anit. Ajeti tjetër po thotë kush i bindet pejgamberit
ai është i bindur Allahut, prandaj ai i cili e praktikon sunetin, ai i cili e praktikon fjalën e pejgamberit alayhis salam, ai edhe e praktikon fjalën e Allahut. Këta janë ato burimet tona, pse na referohemi Kur'anit, pse na kërkojmë prej jush që t'i referoheni Kur'anit gjatë martesave, ceremonive të martesave, ceremonive të ndryshme të trashëgimisë, e të ndarjes së pasurisë, sepse jemi musliman. Pas kësaj, që ka më rëndësi me ditë ne, Allahu xhaleshanu në Kur'an urdhëron që na ta respektojmë pejgamberin, të dërguarin e Allahut, që ta gëzojmë mëshirën e Allahut. O ju besimtar, duhet të përgjigjemi ftesës së Allahut dhe ftesës së pejgamberit alayhis salam, që ata na thrasin neve që ta kemi një jetë të mirë. Pas kësaj, çka duhet të dimë ne, ajete të shumta kemi, vlera e moralit sipas etikës, sipas fjalëve të Muhamedit alayhis salam, jam i dërguar për ju. Allahu e ka dërguar Resulullahi të dashurin ton, për çfarë arsye? Me plotësua dhe me kompletu moralin, etikën, virtytet e moralit. Kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Mekë, në gadishullin arabik, këtë pagan, jo besimtar, po ati kanë pas disa veti të mira ata burra. Ai populli i Mekës kanë pas disa veti të mira, i kanë ndihmu ati të varfërit, ati çka ju është bërë pa drejtësi, i kanë ndihmu ati zullumçarin, tiranin, diktatorin e kanë dalë, dhe kjo ka qenë një punë e mirë që e ka pëlqyer pejgamberi alayhis salam. Dhe ka thënë, unë jemi dërguar prej Allahut me plotësue virtytin e moralit, me kompletue çka është mirë e pranoj, çka është keq nuk e pranoj. Besimtarët me besim të plot janë ata cilët kanë moral dhe etik të mirë dhe më të përsosur. Dhe kush është më i mirë prej nesh? Më i mirë prej nesh është ai i cili është më i mirë dhe ka raportet e mira me gruan e tij dhe me familjen e tij. Shqipni, starti fillon nga familja. Forca jote, forca ime, reflektimi yt pozitiv fillon prej familjes. Në ato momente kur i ki raportet e mira me gruan e me fëmijët, ti inshallah do të kesh raportet e mira dhe me komunitetin, dhe me studentët edhe me shoqërinë. Në ato momente ti kur i ki raportet e tua jo mirë me gruan dhe me fëmijët, ti ki me qenë i dështuar dhe në shoqëri dhe në popull dhe s'ki me qenë njeriu i suksesshëm. Kush e ka thënë këtë fjalë? E ka thënë Hazreti Muhamedi alayhi salatu wassalam. E prandaj duhet të jemi të kujdesshëm o vëllezër, o motra, që raportet tona familjare ti kemi në nivel të duhur, në mënyrë që të jemi të kujdesshëm. Hadithe të shumta nga Muhamedi alayhi salatu wassalam tregon se ai i cili ka moral të mirë, etik të mirë, ai është më afër dhe arrin shkallën më të lartë, po sikur sa ai që agjeron. Njeriu i sjellshëm e ka shkallën e ka shpërblimin sikur sa agjëruesi. Ai i cili ka sjellje të mirë, që do të jetë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam ditën e gjykimit, është ai i cili e ka moralin e mirë, etikën e mirë. Prandaj fëmijët tanë në përshkolla, vëllezërit tanë për kompani të ndryshme, na këtu në Perëndim, në lindje, në Arabi, duhet të dallohemi për moral dhe etikë të mirë. Duhet të jemi të kujdesshëm në sjelljet tona, në fjalët tona, në çdo vepër që e bëjmë, sepse ne jemi pasqyra e popullit, pasqyra e studentëve dhe pasqyra e çdo kujt. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Po vazhdojmë në pjesën e dytë, kodi etik individual në detaje, pasi folëm për urdhëresat, tani po vim të ndalesat. Çka janë ndalesat që duhet muslimani me pas parasysh? Kemi ndalesat e etika individuale të njeriu, i kemi urdhëresat, ndalesat dhe të lejuara përgjithësi dhe të lejuara për emergjencë. Tani po shohim çka janë ndalesat. Të urdhëresat e etika individuale, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka urdhëruar kështu. Numër 1, arsimimi i përgjithshëm. Duhet njeriu të mëson, duhet njeriu të edukohet, duhet njeriu të lexon, duhet njeriu me lexim dhe me ditori dhe me shkencë të përparoj. Arsimim të një grupi për specializim. Të gjithë së nëbohemi hoxhallar, të gjithë së nëbohemi profesora, të gjithë së nëbohemi mjek, po për Kur'ani na flet
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Do që një grup prej nesh me shku mu specializuar në medicin, në inxhineri, në profesionet të ndryshme. Këta janë urdhëresat, etika individuale, angazhimi dhe përpjekja për më mirë. Duhet gjithmonë besimtari të përpiqet ditë e natë që të bëhet më i miri, më i suksesshëm, mos të dorëzohet, mos të dobësohet. Pse kështu na mëson Kur'ani, të jemi shembull për të tjerët. Pastaj mos të harrojmë sekreti i këtyre gjitha pikave për me pas arsimim të mirë, arsimim të një grupit të specializuar dhe angazhim për përpjekje më mirë, të kemi të kujdesshëm me shpirtin tonë dhe zemrën tonë. Këtu është forca, në zemër është forca. Këtu është besimi. Nëse zemra jonë nuk është e lidhur me Allahun xhelle xhelalu, nuk kemi sinqeritet, nuk kemi seriozitet, na nuk jemi të suksesshëm. Kur zemra pastrohet, kur zemra edukohet, kur zemra i nështrohet Allahu xhelle shanuhu, atëherë priteni suksesin, o vëllezër të ndershëm. Kjo është vërtetuar dhe jetën tonë përditshme. Kur e ki për nime, kështu po shprehem, kur e ki pa hile, kështu po shprehem, me izën Zotit ti dhe t'ja arrin. Ti ke me kaluar këtë provim, ti ke me realizuar këtë projekt, ti do të bosh i madh, inshallah, pse e kije pa hile, e kije me sinqeritet. E feja Islame në për shumë hadithe, në për shumë ajete, dhe Allahu xhelle shanu na thot, pasha shpirtin që e kom krijuar, shpirtit ja kom bë dy rrugë, edhe rrugën e mirë ja kom treguar edhe rrugën e keqe. Po lum i cili e pastron shpirtin e tij. Lum i cili e lartëson dhe e ngren shpirtin e tij dhe nuk ngelet mrapa dhe nuk e mbyt shpirtin e tij me gjunahe. Po vazhdojmë vëllezër të ndershëm me këto pika të rëndësishme të moralit, të etika individuale, urdhëresat, duhet jemi të kujdesshëm të ruajmë shikimin ton prej haramit. Duhet jemi të turpruar, të marrshëm, turpi që sot për fat të keq na ka humb, shumë na ka humb. Duhet jemi të kujdesshëm të mbulesa e trupit që sot për fat të keq është bën dhe bëhet tregtim me trupin e vajzës muslimane apo me trupin e femrës në përgjithësi. Feja islame na ka ardhur të përqendrohemi në rrugë të drejtë. Ta krejt kanë të bëjnë me etikat individuale, me urdhëresat. Kjo kodi, kushtetuta e dinit islam, po me pas kujdes prej shikimeve tua. I kemi telefonat sot, edhe gratë dhe burrat i kanë telefonat. Nuk mundemi me ndajt pa telefona, po çka mundemi me bë diçka, sa herë që të vinë fotografit haram, e video që nuk lejohet me shikue, ti me njëherë astaghfirullah edhe të i kaloj atë. Dhe përkujtoja hadithin e pejgamberit alayhi salam, kur i ka thënë Hazreti Aliut, po ka qenë njëherë duke udhëtuar së bashku me to në kalin e tij, ka thënë ja Ali, edhe sahabiu tjetër i ka thënë, shikimi i parë të falet, pa hiri del, pa prit mas, të falet. Po shikimi i dytë, ku ta kthen ti shikimin edhe njëherë me këshir, atëherë këtu ka rrok gjunahit, ka rrok radari i fesë islame. Prandaj, përdorni këto mjetet, po mos bëni gjuna, mos bëni harame, se dhe mallkimi Zotit xhelle shanu vjen nëpërmjet këtyre telefonave, që sot globalizimi, teknika globale e ka bërë që kulturat të thehen, jeta jonë private, po të shplohet nëpërmjet këtyre telefonave. Prandaj ka ardhur feja islame me na urdhëru neve që ta ruajmë shikimin, thua ju besimtarve që të mos hedhin shikimet e tyre dhe të ruajnë organet e veta gjenitale, dhe thuaj besimtareve, nonave tona, vajzave tona, grave tona, edhe ato të shmangin shikimet e tyre dhe le të ruajnë organet e tyre prej haramit. Kjo këshill kuranore është për të gjithë. Turpi, o gratë e pejgamberit, Allah ju ka drejtuar pejgamberit alayhis salam, ju nuk jeni si gratë e tjera të botës. Nëse e duani Perëndin, e duani Allahu xhelle shanuhu, edhe ku të bisedoni me dikon tjetër, po mos flisni për gdhelshëm, mos luani me zërin tuaj, që sot jenë disa raste që gruaja kur don me bë keq, kur dëshiron me bë mu fut në zemër të burrit,
po i përdor ato metodat e shejtanit me zërin, duke luajtur me zërin e pse të jetë më tërheqëse. Allahu këtë e ka ndaluar dhe i ka thënë grave të pejgamberit, keni kujdes kur flisni, mos flisni për gdhelshëm, e që t'ju dëshiroj ai i cili në zemrën e tij ka smuje. Dikush që është i smut në zemër, është i dopt në zemra, nuk i frigohet Allahut, pastaj edhe ai mendon keq për ty. E keni kujdes në bisedat tuaja. Se si po flisni, se si po komunikoni me të tjerët, me pas kujdes. Shifni pra, çfarë etike na ka pruar feja islame. Sot fëmijët tanë duhet të jenë të kujdesshëm, gratë tona, vajzat tona, nuk kanë nevojë me qesh tepër, nuk kanë nevojë të dalin prej kufive të tyre, po gjithmonë të jetë në kontrollën dhe atë kurbizën e normales. Po vazhdon etika e muslimanit, etika individuale, pjesa 4, mos ndjekja e pasionit. Keni kujdes prej epshit, prej egos. Allahu i ka thënë Davudit a.s. O Davud, ne të kemi bërë sundimtar e pejgamberin në tokë, prandaj gjiko me drejtësi mes njerëzve dhe mos shko pas pasionit tënd, se pasionit të largon nga rruga e Allahu xhaleshanuhu. Keni kujdes o vëllezër me ndjek egon tuaj, epshin tuaj. Sa herë që t'ju merr shejtani në përdor, sa herë që shejtani ju bën vezvese dyshime në kokë, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zoti i madh, ruana prej këtyre mendimeve të këqija bre. O Allah, ruaj prej këtyre vezveseve që na kanë kapluar, edhe ndroje vendin. Qu me bismillah, merr abdes. Qu me bismillah, fal 2 rekate namaz. Qu me bismillah, dil jashtë. Bën dhikr, prandaj ruaju pasionit dhe epshit tënd. Prej urdhresave që na duhet te etika individuale, jemi të folë për individin, akoma s'kemi folë në për shoqërinë. Duhet ta fshehim zemrimin. Po idhnimi, sa herë që t'i dhrohesh, mos i lejo idhrimi që të del jashtë dhe të reagon negativisht të shoku yt, të shoqja jote, të fëmijët tu, të studentët e tu, të punëtorët e kompanisë. Ruaje zemrimin tënd. Bën luftë me inatin tënd. Inatin e kanë konsideruar dietarët zemrimin sikur se kjo gastara, por sikur se kjo shishe e ujit që është brenda. Sa herë që të vlon ty barku me dal jashtë, mëse qel këtë kapak me dal jashtë zemrimi dhe me shkatrua. Po mbaje brenda zemër. Mos e le me dal jashtë, thuj astaghfirullah, thuj a'udhu billah, o Zot, ndihmona dhe falja. Ky rast që e komentova është në Kur'an në surën Al-Maida, në surën Ali Imran, po wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Edhe ata të cilët e ndalin veten e tyre gjatë zemrimit, nuk hidhrohen, e kontrollojnë veten, e falin dikush kush gabon, dhe Allahu po thot lumt ata të lumt, Allahu i don ata burra që janë bamirësa. Apo doni me qenë burra të mirë, e gra të mira, e besimtarët të mira, falni, mos u hakmirni. Luftoni me egon, me inatin, me shpirtin tuaj, e tani ka ardhur Ramazani që na të luftojmë me nefsin ton, me egon ton, me pasionin ton, dhe mos ta tolerojmë që ajo të del dhe të reagon negativisht të masa. O vëllezër të ndershëm, ruajtja nga rreziku i organeve gjenitale. Të pyesin tyje ja Resulullah për ciklin mujor të femrave. Shifni në Kur'an çka kemi. Kanë ardhur sahabët e kanë pyet për ciklin mujor të femrave. A lejohet lidhjet martësore, marrëdhëniet mes burrit dhe gruas? Thuaja ajo është e neveritshme, ajo është e dëmshme, ajo është e keqe, prandaj gjatë kësaj kohe largohuni prej grave të juaj dhe mos ju afroni derisa ato të pastrohen. Ja pra muslimani, shtirti muslimanit që i tutet Allahu xhaleshanuhu, kur ta lexon këtë ajet kuranor, kur gruaja e tij po është në këto ditë të saja, nuk gëzon me ju afrohet. Pse? Ka thënë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, ndalohet dhe pikë. Pse? Këtu ka shumë mençuri, edhe medicina e ka vërtetuar, dhe shkenca e ka vërtetuar që kjo është e dëmshme për shëndetin njerëzor, për shëndetin martësor, është e dëmshme për shëndetin edhe po mental. E prandaj, kjo është ai kodi etik. Ruajtja nga rreziku i barkut. O ju besimtar, ju është urdhëruar agjerimi ashtu si ka qenë para juve, prandaj ju duhet të keni kujdes edhe prej epsheve të barkut. Kjo kur realizohet, ja pra Ramazan tani jemi. Me ndëgju ti epshin ton, egon ton dhe barku kërkon ushqim ditën, kërkon me pi, kërkon me ngran,
Mirë, pa ka thonë Allahu ma agjeru, s'ka, fjallë Allahut, aja është finalja. Edhe shqipni qëpar forë se kini. A kini pasa me dëshirë e agjerën e Ramazanin. A kini pasa me dëshirë dhini në gjami. Nuk e një në agjerimi, shkoni në punë, këtheni prej punës, nuk lodheni. Pse? E ke lidh vetën me Allahun xhaleshanu. E ke lidh shpirtin ton me Allahun, edhe s'ka asgjë për të vështirë. Kështu është edhe puna me rujt syrin e me rujt organet tona gjenitale, rinia, vajzat të reja, të moshuarit, të rit, gratë, të gjithë jemi të obliguar me punu sipas Kur'anit, të ndalim zemrimin ton dhe mos të hakmirimi prej të tjerëve, dhe kështu është ajo etika morale. Vazhdon etika individuale, po e mbaroj këtë pjesën e parë, me qenë i drejt, jo gënjeshtar, me qenë modest dhe i but, me qenë mos me akuzu të tjerët pa argumente, dhe ju lutem përgojimin duhet me ndalë, sikurse në ditën e xumali gjëratën që e mbajtëm, të jemi në shoqëri e pastër, një shoqëri moderne, një shoqëri e lëvdëruar të Allahu xhaleshanu që jeton me këto parime. E padyshim që perëndimi, jo besimtarët kanë nevojë për këto marifete, kanë nevojë për këto vlera, kanë nevojë për këtë moral. Askush nuk të don nëse ti je gënjeshtar. Vallahi as baba jyt, as vllau jyt, as shoqja jote nuk të don nëse je gënjeshtar apo gënjeshtare. As shokët e tu nuk të dojnë nëse ti nuk je modest dhe nuk je but, gjithmonë je agresiv. Askush nuk të don. Nuk të don askush kur ti gjithmonë akuzon të tjerët pa argumente, flet për të tjerët, i kritikon të tjerët, argumente nuk i. Duhet të ndalim gjuhën, duhet ta kontrollojmë veten. Kështu ka ardhur Ramazani për me na mësuar neve në mënyrë që të bëjmë reforma shpirtërore, reforma sociale dhe reforma fetare në përgjithësi. O vëllezër të ndershëm, për me fol, besoj që kjo temë ka akoma me vazhdua, po koha namazit në ka ardhur tani, e i lutemi Allahu xhaleshanu me na ndihmue, me na bë më të pastër, më të mirë, më të sinqert, më të moralshëm, më me etik, më të pastër, në mënyrë që t'i tregojmë të tjerëve se çfarë islami kemi ne. Problemi është e na, pse të tjerë po ikin prej muslimanëve, pse të tjerë kanë bot kuptime negative për islamin, se na musliman nuk po di me prezantu islamin në këtë formë, në këtë metodë. I lutem Allahu që rinia jon të mësohet, të edukohet sipas parimeve kuranore, sipas parimeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ju falenderoj ju për ndëgjimin dhe respektin. Shihemi inshallah në ligjëratën e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Al-Fatiha.